Hismet Smakaj, një 65 vjeçar nga Shkodra që prej vitesh jeton në Londër, është bërë heroi një vajze 7 vjeçare, e cila ishte duke u mbytur në lumin tamiz në lindje të vendit. Gjatë pasdites së të shtunës së shkuar në 17 maj, Hismeti ishte me bashkëshorten e tij duke u kthyer nga një shëtitje, kur vuri re vajzën e cila po qëndronte në kangjllat metalike pranë lumit. Teksa po kalonin pranë saj, vajza shkëputi duart dhe u hodh në ujin e ftohtë dhe të vrrullshëm të lumit. Pa u menduar 2 herë, Hismeti hoqi rrobat, bëri 3-4 hapa prapa dhe u hodh në lum për të shpëtuar jetën e vajzës. Pasi notoi për rreth 5 metra, ai arriti ta kap vajzën që po e merrte rjedha, duke u kapur fort pas murit të bregut të lumit. Brenda pak minutash në zonë u mblodh një turm e madhe njerëzish bashkë me policin, të cilët ndihmuan në misionin e shpëtimit të vajzës. Pasi doli nga uji, Hismeti tha: "Kam fëmijë dhe nipër e mbesa." Kështu që në momentin që pash vajzën e dija se duhet të veproja për të bërë ç'ishte mundur që ta nxirrja nga uji. Më pas, vajza e cila raportohet se vuan nga autizmi, u mor nga infermierët të cilët i dhanë ndihmën e nevojshme. Mediat në Britani e kanë konsideruar Hismetin si një hero për veprimin që bëri.